A jemi gati gjithë? Atëherë të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, dashur aktivist, përfaqësues të mediave, miq e bashkëpunëtor, sonte Republika e Kosovës foli me votë, me besim dhe me qartësi, foli në emër të shpresës, të qetësisë dhe në emër të punës, foli për te zhurmës, për te fyrjes, për te ndarjes, dhe mesazhi ishte i qartë: Kosova sot kërkon maturi. Lidhja demokratike e Kosovës, shtëpia e madhe e qytetarisë, sot ka fituar. Kemi fituar me ndershmëri, me përkushtim dhe me njerëzit më të mirë që ka ky vend. Kemi fituar me qytetari, me ide, me punë, me përkushtim. Kemi fituar sepse qytetari i Kosovës e kuptoi qartë dallimin mes punës dhe fjalës, midis dinjitetit dhe arrogancës, mbi gjitha midis shpresës dhe frikës. Sot LDK e shpall fitoren në kryeqytet. Përparim Rama është kryetari i Prishtinës edhe për 4 vite të ardhshme. Përparim Rama dhe LDK kanë marrë 51.5% të votave të numëruara, gjitha votave të numëruara në Prishtinë, apo 47.000 votues i ka dhënë mbështetje kandidatit tonë dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kemi fituar pranë Prishtinë, aty ku fjala, puna dhe kultura qytetare janë shenjë e identitetin tonë politik. Prandaj i ftoj fillimisht dhe juroj gjithë qytetarët e Prishtinës, por i ftoj në festën e madhe të kryeqytetit sonte nga ora 21:30 në sheshin Ibrahim Rugova, sheshin Skënderbej. Le të festojmë me dinjitet siç na takon ne, le të festojmë për Prishtinën dhe këtë fitore të madhe që kam rrit tani bashkarisht. Por dua të them se kjo fitore nuk është vetëm e jona, nuk është vetëm e LDK-s. Është fitore e qytetarit që kërkon dinjitet në jetën publike. Është fitore e njerëzve që duan zhvillimin e jo propagandën, që duan qetësinë e jo urrëtitjen, që duan shpresën dhe jo frikën. Është fitore e Kosovës që refuzon përçarjen dhe zgjedh unitetin kombëtar. Për këtë jemi krenar të gjithë, për këtë mburremi të gjithë në LDK. Dhe sonte në këtë konferencë të shtypit, të parën dhe të fundit, shpallim fitoren dhe në këto komuna. Në Pej me Gazmend Muhaxherin me 61% mbështetje. Në Viti me Sekal Halitin me 52% mbështetje. Në Dragash me Bexhe Xheladinin me 60% mbështetje. Në Junik me Rushdisheun me 60% mbështetje. Pra sonte LDK fiton në 5 komuna, fitojmë pranë Prishtinë, fitojmë në Pej, në Viti, në Dragash e në Junik. E në rundin e parë kemi fituar edhe në Lipjan, edhe në Istok, duke dërguar numrin e gjithë mbashëm të komunave ku LDK udhëheq në plot 7 sosh dhe kështu vendosur qartë LDK-n si partinë me numrin më të madh të komunave që qeveris nga këto zgjedhje lokale. Dhe sonte dua t'i drejtohem me plot mirënjohje të thellë secilit aktivist tonit, secilës vajzë, secilit djalë, burrë, grua, secilës familje, që për javë të tëra kanë lënë çdo gjë anash për të bërë pjesë e këtij rrugtimi. Ju që ecët derë më derë, lagje më lagje, qytet më qytet, ju që mbajtët flamurin ton me plot dinjitet, ju jeni shtylla kryesore e fitores sonë. Prandaj ju them se fitoria sotme është fitore e juaja, është shpërblim i punës dhe angazhimit tuaj, i përkushtimit dhe mbi të gjitha besimit që keni ndaj nesh. Por sonte dua t'ju flas dhe atyre që nuk na kanë votuar. T'u them se demokracia është për të gjithë dhe Kosova është e të gjithëve. Këtë republikë asnjë qytetar nuk duhet të ndihet humbës, sepse zgjedhjet ndajnë e na ndajnë vetëm për një ditë, pas saj na bashkon një qëllim i përbashkët, mbi gjitha një përgjegjësi e madhe për ndërtuar Republikën e Kosovës. LDK nuk fiton asnjëherë për ndarë, LDK fiton për të punuar e për të bashkuar.
LDK nuk një qytetar të ndarë në ngjyra e flamuj partijakësh, ne njohim vetëm qytetarët e Republikës Kosovës, të barabartë me dignitet, mundësi dhe në ëndrrën e përbashkët që kemi për këtë Republikë. Çdo komunë ku kemi fituar, ne do të kemi qeverisje për të gjithë qytetarët, sepse për ne qeverisja është përgjegjësi e jo privilegj. Është detyrë për dëgjuar dhe sidomos dëgjuar ata që mendojnë ndryshe nga ne, për ndërtuar bashk, për tesur bashk dhe me ata që nuk pajtohen me ne. Prandaj sonte dua them qartë dhe zëshëm, deri sonte fituesit tanë ishin kandidat vetëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nga sonte këta fitues janë kryetar të gjithë qytetarëve të komunave tyre. Kështu e kuptojmë ne politikën, kështu e kuptojmë ne demokracinë. Dhe në këtë frymë, sonte fitoria është e të gjithëve, është thirrje për punë, për përulësi dhe për dignitet. Sepse qytetarët nuk kanë nevojë për heroizma, qytetarët kanë nevojë për punë dhe shërbim. Nuk kanë nevojë për armiq, kanë nevojë për partner, nuk kanë nevojë për fjalë të mëdha, kanë nevojë për vepra të ndershme. Dhe sonte Kosova ka bërë një hap përpara drejt normalitetit, për të cilën LDK janë burrët fort, drejt një qeverisje që punon, që dëgjon, që respekton, drejt një vendi ku fjala shtet dhe fjala dignitet kanë kuptim të thellë e të përbashkët. Dhe ky është misioni ynë. Dhe këtë mision do ta shohim përpara gjithherë sa herë që LDK bën garë. Ju faleminderit gjithëve për besimin, për përkushtimin dhe për durimin tuaj. Urime fituesve, urime dhe të tjerëve që nuk kanë fituar deri më tani, urime për garën e dignitetshme, urime gjitha qyteteve që fitoria shënon qytetarin, e mbi gjitha urime Republikës Kosovës për një natë shprese dhe për një fillim të mbar të Republikës Kosovës. Edhe njëherë, ju faleminderit për gjithë angazhimin e madh, ju faleminderit për punën e jashtëzakonshme, ju ftoj gjithëve në festën e madhe në ora 21:30 në sheshin Ibrahim Rugova dhe sheshin Skënderbeu. Dhe në këtë moment ja kaloj fjalën kryetarit të tashëm dhe të ardhshëm të kryeqytetit Përparim Ramës. Përparim. Faleminderit shumë për këtë dashni të madhe e dashura Prishtina ime, qyteti i zemrës time. Faleminderit. Faleminderit. Sonte është festa e qytetit ton, festa e shpresës, e unitetit dhe e demokracisë. Sonte festojnë të gjithë qytetarët e Prishtinës, pa dallim bindjesh, sepse ka fitu vullneti për zhvillim, për unitet dhe për qytetari. Kjo është fitoria e pjekurisë së Prishtinës, që thot Prishtina zhvillohet vetëm kur e ndërtojmë bashk, sepse Prishtina është e të gjithëve. Sot fitoi qytetari që kërkon bashkëpunim, jo bllokim. Fitoi kultura demokratike mbi kultin e individit. Fitoi dinjiteti, uniteti dhe civilizimi politik i këtij qyteti. Kjo është fitoria më e madhe që mund të ketë një kryeqytet. Me përulësi, ju falenderoj për besimin tuaj të dhënë. Vota juaj më nderon, por edhe më ngarkon me përgjegjësi të dyfisht. Ju falemnderit nga zemra për maturin, për energjin dhe për dashnin për qytetin tonë. Falemnderit. Dua të njëjtën kohë ta përshëndes edhe kundërshtarin tim politik dhe e ftoj të reflektoj me frymë qytetarie. Prishtina ka nevojë për bashkëpunim, jo për bllokim. Qytetarët
nuk meritojnë pengesa, por punë të përbashkët. Sot, qytetari ka folë dhe fjala e tij është vendim. Prishtina ecën për tej. Prishtina është qytet që nuk e pret të ardhmen, por e ndërton atë. Qytet që kërkon mundësi jo lëmosh. Qytet ku politika ka vetëm një detyrë, t'i hap rrugën zhvillimit. Prandaj, sonte vazhdojmë marrëveshjen e besimit midis nesh. Do të punoj me gjithë zemër për secilin qytetar, për çdo lagje, çdo familje, do të punoj për Prishtinën që zhvillohet, që unifikon dhe nuk ndalet. Dhe për fund, dua nga zemra t'i falenderoj të gjithë aktivistët, vullnetarët dhe secilin njeri që ka dhënë kohën, energjinë dhe dashnin për këtë fushat, e po ashtu edhe Kristalen, zemrën time. Falenderoj zemër. Ju jeni fryma e kësaj fitore, njerëzit që e quan Prishtinën për tej me energjinë dhe me përkushtimin tuaj. Faleminderit shumë Prishtinë për besimin dhe për qytetarinë. Kjo fitore është e juaja sepse kryeqyteti është i të gjithëve. Bashk Prishtina ecën për tej. Bashkohuni me neve në orën 21:30 në sheshin Skënderbej, Ibrahim Rugova. E miru pafshim. Faleminderit shumë. Faleminderit. Para pak minutave, me qënë se ta shëmpu edhe të ditura rezultatit e para vana të qëtës, LDK, Gjafer, a i ka unë, dhe sa në një video që është përnare një koncepcione, po thuët se a i ka dhënë drejshë që i krejtë të diva para delegatë. A gjithë Jo, nuk kemi ndjeni për zhvillimet e tilla, por edhe njerë po themi, kemi garuar në 9 komuna, sonte kemi fituar 5 sosh, jo të gjitha, dhe në raundin e parë kemi fituar dhe 2 të tjera, që do të thotë se në gjithsej kemi 7 komuna të fituara, përfshirë dhe kryeqytetin që është në garën elektorale gjë e më rëndësishme. Shqone, me dëshirë do të fitonim gjitha komunat, këtë herë kemi fituar 7 përfshirë dhe Prishtinën. Natyrisht që në disa komuna provohet, angazhohet, vjen një kohë në mënyrën më demokratike të ndryshoj edhe qeverisja dhe s'është fundi politik. Besoj që kandidatët tonë duhet ndihen shumë krenar për fushatën e bërë, për angazhimin e bërë. I përgëzoj të gjithë një nga një, gjithë ata, edhe në Fushë Kosovë, edhe në Obiliq, edhe në Gjilan, edhe në Suarek, si që përgëzoj të gjitha ekipet tona dhe në raund të parë, jo të gjitha kanë arritur rezultatet që kemi dëshiruar, por në përgjithësi, LDK-ja ka një rezultat të jashtëzakonshëm në një garë shumë të vështirë elektorale në Kosovë dhe ka fituar me plot dignitet, me plot bindje, një garë të rëndësishme elektorale. Nisur nga Prishtina, vazhduar në Pej, në Istog, në Lipjan, në Viti, në Dragash, në Junik, pra janë fitore thelpsore të lidhjes demokratike të Kosovës, me të cilat tani duhet të shohim dhe frymën e ardhshme që po na vjen në politikë, e që është frymë e punës, angazhimit, qytetarisë dhe dinitetit. Jemi të lumtur që Prishtina ka folur e para, i përshëndesim gjitha komunat gjithandej Kosovës, i falenderojmë nga zemra për punën dhe angazhimin e madh që kanë bërë, na kanë bërë krenar të gjithë, le të vazhdojmë të punojmë për qytetarët e Kosovës tani. Ne në Prishtinë kemi pas mbështetjen e qytetarëve të Prishtinës. Pra kjo është me rëndësi. Në Prishtinë kemi kërkuar dhe kërkojmë mbështetjen e qytetarëve të Kosovës. Mos e harroni një fakt shumë të rëndësishëm. Në Prishtinë, LDK dhe Përparim Rama janë të parët, si në për asamble, ashtu në raund të parë dhe në raund të dytë. Prishtina ka reflektuar e para dhe për këtë na ndihemi krenar. Pra të dalë LDK-ja para si parti në Prishtinë është rezultat jashtëzakonshëm, sepse në kryeqytet nisin ndryshime të mëdha dhe në nivel nacional. Urdhroni.
tradicion infrastrukturës dhe zotë Abicin kërë në zëvënd. A është kohën ka më shumë që shumë drejt mëzëve nacionale për këtë Unë e kam shpreh këtë edhe më parë, jam I gatshëm të bashkëpunoj me të gjithë të cilët I bashkojnë vizionit tonë transformues. Është një projekt I madh të cilin e kemi filluar qysh para 4 vitesh, tash po e vazhdojmë dhe I falenderoj nga zemra qytetarët për besimin që ma kanë dhënë prap. Prandaj po them I ftoj të gjithë që të na bashkohen, ta bëjmë një asamblee të fortë, të fuqishme që nuk na ndal për projekte transformuese për të mirën e gjithë qytetarëve tonë. Tash koha është vetëm për pak fest. Dhe për falenderem ndaj gjithë atyre që kanë punuar fort për këtë fitore, na lejoni sonte të festojmë në mënyrën tonë. I ftoj qytetarët të jenë të kujdesshëm, dinitetshëm, është fitore të gjithëve, gëzuar Kosovë për një proces demokratik, e më pas shihemi nesër me vendime tjera. Ju falenderoj shumë.